Thana, Cornus mas, fruti I artë I natyrës. Përshëndetje miq, sot do të flasim për thanën, një nga frutat më të vjetra dhe më të çmuara që rritet në vendin tonë. Emri botanik I saj është Cornus mas. Ajo pishet në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës, duke dhënë fruta të kuqe me shije karakteristike, pak të athët dhe të ëmbël. Thana është e pasur me vitaminë C, antioksidant, flavonoide dhe minerale. Këto përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit nga stresi oksidativ dhe mbështesin sistemin imunitar. Për këtë arsye, ajo është përdorur prej shekush në mjekësinë popullore. Frutat e thanës mund të konsumohen të freskëta, të thahen ose të përpunohen në reçel, marmeladë, lëng, shurup dhe komposto. Në shumë zona, përgatitet edhe rakia e thanës, e cila është pjesë e traditës. Në mjekësinë popullore, rakia e thanës është përdorur si një mjet për ngrohjen e trupit dhe për lehtësimin e disa shqetësimeve. Por, duhet theksuar se këto janë përdorime tradicionale dhe nuk zëvendësojnë këshillën apo trajtimin mjekësor. Të sëmurët që vuanin nga zemra, rakinë e thanës e kanë përdorur si ilaç. Si çdo pije alkolike, ajo duhet konsumuar vetëm nga të rriturit dhe me masë. Në traditën tonë, edhe vetë fruti I thanës është përdorur për të ndihmuar në raste të diaresë së lehtë, falë përmbajtjes së taninave. Gjithashtu përmban fibra që ndihmojnë tretjen dhe vitamina që kontribuojnë në një ushqyerje të shëndetshme. Pema e thanës është shumë jetëgjatë dhe rezistente ndaj thatësirës. Ajo lulëzon herët në pranverë me lule të verda, të cilat janë një burim I rëndësishëm nektari për bletët, ndërsa frutat e saj tërheqin shumë shpejt. Nëse keni një obor ose kopësht, mbjellja e një thane është një zgjedhje shumë e mirë. Ajo kërkon pak kujdes, jeton për shumë vite dhe ju shpërblen me fruta të shëndetshme dhe të shijshme. Një veçori interesante e thanës është se druri I saj është ndër më të fortët në Evropë. Në të kaluarën përdorej për të bërë veglapune, dorezamjete, shkopin dhe pjesë të ndryshme që kërkonin qëndrueshmëri të madhe. Edhe sot vlerësohet për fortësinë dhe jetëgjatësinë e tij. Thana është gjithashtu një bimë shumë e mirë për bletarinë. Ajo lulëzon shumë herët kur shumë bimë të tjera ende nuk kanë çelur, duke u siguruar bletëve polen dhe nektar në fillim të pranverës. Për këtë arsye konsiderohet një pemë me rëndësi të madhe për ekosistemin. Frutat e pjekura mund të ruhen në frigorifer për disa ditë ose të ngrihen për të përdorur më vonë. Ato mund të shtohen edhe në ëmbëlsira, salca ose çajra frutash, duke u dhënë një shije të veçantë. Nëse doni të ruani frutin e thanës në frigorifer në ngrirje, shija e tij nuk largohet fare, por ka të njëjtën shije. Në shumë zona të Shqipërisë dhe Ballkanit, thana është pjesë e traditës familjare. Shumë njerëz kujtojnë se gjyshërit e tyre përgatisin reçel, shurup ose raki thane dhe e ruanin për raste të veçanta. Këto tradita vazhdojnë edhe sot dhe tregojnë vlerën që ky frut ka pasur ndër breza. Përveç shijes së mirë, thana është një zgjedhje e shkëlqyer për ata që duan të përfshijnë më shumë fruta të pasura me antioksidant në ushqimin e përditshëm. Konsumimi I saj si pjesë e një diete të ekuilibruar